Policia e Shkodrës ka arrestuar 5 persona si të dyshuar për atentatin e një nate më parë në Shkodër, si dhe objektivin e atentatorëve, duke e çuar në 6 numrin e të prangosurve. Policia ka zbardhur dinamikën e 2 ngjarjeve radhazi. Policia e Shkodrës ka arrestuar 5 persona si të dyshuar për atentatin e një nate më parë në Shkodër, si dhe objektivin e atentatorëve, duke e çuar në 6 numrin e të prangosurve. Policia ka zbardhur dinamikën e ngjarjeve radhazi. Atentatin ndaj Donald Shtjefnit në qendër të qytetit të Shkodrës, i cili në ato moment po lëvizte me një automjet tip BMW X5, ndërsa u qellua me një breshëri automatiku nga një tjetër automjet BMW X5. Pas atentatit në qendër të Shkodrës, policia ka zbardhur edhe aksidentin e ndodhur në fshatin Golem, ku makina e autorëve të sulmit ka dalë nga rruga. Policia dyshon se BMW X5 ku udhëtonin autorët është ndjekur nga një tjetër automjet ku nuk përjashtohet se mund të ketë pasur të shtëna me armë. Nisur nga këto dy ngjarje, orët e para të mëngjesit të sotëm, policia vuri në pranga Behar Brajović, 36 vjeç, banues në Shkodër, Ilir Rustemi, 40 vjeç, banues në Shkodër, Bledar Lekaj, 26 vjeç, banues në Shkodër, Donaldi, 31 vjeç, banues në Shkodër, Kristian Shtjefni, 26 vjeç, banues në Shkodër, si dhe Patrik Sala, 21 vjeç, lindur në Shkodër dhe banues në Tiranë. Në cilësinë e provës materiale janë gjetur dhe sekuestruar 10 gëzhoja model 56, 5 gëzhoja model 54, 2 armëzjarri pistolet, 1 armëzjarri automatik, 5 krëra automatiku, 2 krëra pistolet, 2 automjete, 4 aparat telefonie celulare të tjerë. I arrestuar nga policia është edhe objektivi i sulmit me armë, Donald Shtjefni. Ky fundit sapo ishte kthyer nga Anglia, ndërsa nuk figuron të ketë precedent penal, pavarësisht se rezulton në mbiemër të dyshuar. Ai është kundërpërgjigjur me zjarr atentatorëve, të cilët kanë shtënë me një armë Kalashnikov në drejtim të makinës tip BMW X5, e cila drejtohej nga Shtjefni. Shtjefni ka marrë një plumë në pjesën e krahut, por pa rrezik për jetën.